Jezusi nuk është thot i dërguari, ai është thot Zoti vetë. Si është Zoti vetë? Ndërkohë që Bibla thot Jezusi ishte dhe është njeri. Po Bibla thot Perëndia nuk është njeri. Thirrje mendjes. Jezusi, Isa a.s. ishte rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Është njëri prej profetëve më të zgjedhur të Allahut lartësuar, e dërgoi i madhi Zot që t'i ftonte njerëzit të adhuronin Allahun e lartësuar një të vetëm. Ky është mesazhi i gjithë profetëve, i gjithë pejgamberëve. Të gjithë kanë ardhur me i ftu njerëzit me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm. Edhe Isa, Jezusi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ishte rob i Zotit dhe i dërguar i tij. I ftoi njerëzit që të adhuronin Allahun e lartësuar një të vetëm, Zotin e gjatësisë. Lumë për atë njeri që adhuron Zotin e gjatësisë një të vetëm, i cili nuk është i lindur dhe nuk ka lindur kënd. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, lem yelid wa lem yulad, nuk është i lindur dhe nuk ka lindur kënd.